Që nga pjastra për flokët dhe truku i përhershëm, deri tek teknologjia lazer në dekadat e fundit, femra dhe mirëqenia e saj janë protagonistë të shumë shpikeve që kanë kontribuar për ta bërë më të thjeshtë kurrën e bukurisë. Ideja që një person ka për trupin ndikon në mënyrë të dukshme në sferën psikologjike, dhe kjo vlen në mënyrë të veçantë për gjinin femër. Ja disa prej pajisjeve të shpikura ndër vite për femrat. Pjastra për flokët. Versioni i parë i saj ka qenë në vitin 1906, kur Simon Monroe krijoi një pajisje me 7 dhëmbë metalik që krihnin flokët duke i shtrirë. Por sot ka evoluar shumë dhe është një pajisje elektroshtëpiake që shërben për të modifikuar strukturën e flokëve nëpërmjet nxehtësisë. Tharsja e flokëve. Versioni i parë i saj u shpik më 1920 në Wisconsin. Idea fillestare ka qenë bashkimi i ajrit që dilte nga fshesa që thith plurat me një motor fluratori. Tharset e para ishin të rënda dhe pak të menaxhueshme, por ishin padyshim të nevojshme. Solari. Në fillim, llampat me reze ultraviolet përdoreshin për qëllime mjekësore, por në vitet 70 filluan të shfrytëzohen për të krijuar modele të nxirra nga rezet për qëllime të rësisht estetike. Testi shtatzënisë. Janë dashur mjaft studime e shumë tentativa, por sot testet janë të besueshëm dhe të shpejt. Në vitet 80 u shfaqën testet e para të drejtpërdrejta, ndërsa në vitet 90 u futën ato me enzima indikatore. Tashmë janë edhe me ekran digital. Depilatori elektrik. Në treg doli më 1986 një aparat i vogël që heq menjëherë shimet deri në rënj. Depilimi mekanik bëhej edhe me dorë, me piskatore apo edhe me një fill peri, por është një lëvizje mjaft e ndërlikuar. Pse shkojmë me njëherë të bëjmë pazar sa po na bie ndonjë lek në xhep. Pas çdo blerjeje të re, ne ndjehemi pak më të lumtur, por disa ditë më vonë kënaqësia është zhdukur, shpesh pa lënë gjurmë. Sipas studiuesve, rezulton se pengesa kryesore drejt lumturisë është përshtatja. Sa më shpejt që diçka që ne kemi bler bëhet e zakonshme dhe e pritshme, niveli i kënaqësisë së jetesës bie dhe detyrohemi të kërkojmë rreth e rrotull për blerjen e radhës. Ky proces përsëritet sërish dhe sërish. Gjithsesi, një studim i ndërmarrë nga Universiteti Cornell duket se ka zbuluar një mënyrë për ta thyer këtë rreth vicioz. Profesori i psikologjisë, Thomas Gilovich, ka treguar se përjetojmë të njëjtën rritje lumturie kur blejmë diçka që na pëlqen dhe kur udhëtojmë. Por këtu qëndron çështja e rëndësishme. Sasia e lumturisë që përfitojmë gjatë një blerje paksohet me kalimin e kohës, derisa zhduket, ndërsa kujtimet e përvojës së përfituar gjatë një udhëtimi vazhdojnë të na furnizojnë me hormonet e lumturisë për një kohë të gjatë. Frekuentimi i eventeve të jashtëzakonshme, udhëtimet, mësimi i aftësive të reja, madje edhe sportet ekstreme, të gjitha këto janë një burim ideal lumturie për secilin prej nesh. Një veshje e re apo edhe një makinë e re do të bëhet përfundimisht vetëm një objekt i zakonshëm. Nga ana tjetër, çdo kujtim i ri bëhet një burim i vërtet gëzimi që qëndron me ne për gjithë jetën. Ju mbushet krëhri me fije floku në mëngjes? Është shumë stresuese të shoh çdo ditë që flokët tuaj po bien masivisht. Mijëra njerëz në të gjithë botën po përballen me rënien e flokëve.
Të humbësh 5 deri në 70 fije floku në ditë konsiderohet si diçka normale. Por nëse kjo shifër kalon, atëherë duhet ta konsiderojmë si një problem. Ka me mira produkte në dispozicion që ju premtojnë për parandalimin e rënies së tyre dhe ju japin flokëve shkëlqimin e humbur. Megjithatë, këto janë vetëm pretendime. Nëse jeni duke kërkuar një mënyrë të shpejtë për rritjen e flokëve, është një përbërës shumë i fuqishëm që konsiderohet më i miri në mesin e trajtimeve të tjera. A keni menduar ndonjëherë se lëngu i qepës shërben për rritjen e flokëve? Qepa kushton shumë pak dhe i jep fund problemit tuaj. Çuditërisht, qepët kanë një numër të madh përbërësish që janë të mirë për rritjen e flokëve. Qepët përmirësojnë qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës dhe ndihmojnë rritjen e flokëve të sapodala. Qepët janë të pasura me squfur, që rrit prodhimin e qelizave të kolagjenit, të cilat janë thelbësore për rritjen e flokëve. Qepët kanë veti antibakteriale dhe antifungale, të cilat ndihmojnë për të hequr bakteret dhe kërpudhat që shkaktojnë infeksionin e flokëve dhe ndalojnë rritjen e tyre. Qepët parandalojnë dobësimin e flokëve. Ato i bëjnë fijet e forta dhe ndihmojnë që të mos këputen. Qepët janë të pasura me antioksidant, të quajtura quercetin, që ndihmojnë në parandalimin e procesit të daljes së thinjave të parakohshme. Qepët parandalojnë daljen e zbokthit që shkaktohet nga lëkura e thatë e kokës dhe më pas shkaktohet rënja e tyre. Përdorimi i rregullt i lëngut të qepës i bën flokët të shkëlqejnë, të fortë, si dhe ndihmojnë që të rriten shpejt. Facebook ka bllokuar një shtëpi ankandi australiane në publikimin e një pikture me personazhe nudo të një artisti. Punimi i Charles Blackman, Woman Lovers, tregon dy femra nudo që janë shtrirë në krevat pranë një maceje. Shtëpia e ankandit, Moss Green, është përpjekur ta promovojë pikturën në Facebook, por rrjeti social ka refuzuar për reklama për produkte të rriturish apo shërbime. Shefi ekzekutiv i saj, Paul Summer, thotë se ky vendim është qesharak. Kjo është një pamje e mrekullueshme, duke sikur kthehemi pas në vitet 1950. Është qesharake të censurosh këto gjëra, ka thënë ai për BBC-n. Facebook thotë se vendimi është final, edhe pse Moss Green i ka ripostuar pamjet e pikturës. Reklama të tilla çojnë në ndjenja negative të përdoruesve dhe ne kemi zero tolerancë ndaj publikimeve të tilla, ka thënë Facebook në një mesazh. Muajin e kaluar, një mësues francez çoi Facebookun në gjyq pasi i pezulloi llogarinë për postimin e një fotoje të një gruaje nudo të artistit të shekullit të 19, Gustave Courbet. Tradhëti? Probleme ekonomike? Jo. Ekspertët tregojnë se shkon përtej kësaj linje klasike të faktorëve që mendojmë se ndikojnë në fundin e një martese. Dhe ja se çfarë thon ata. Një martesë e shkatëron mungesa e shoqërisë. Është shumë e rëndësishme që të dy partnerët të kenë shoqërinë e tyre, me të cilët të shoqërojnë qoftë edhe për pak kohë në javë. 2. Të mos e konsideroni të rëndësishëm kontaktin fizik. Dhe këtu nuk e kemi fjalën vetëm për marrëdhënien e plot intime. Edhe nëse nuk keni dëshirë apo mundësi, disa gjeste intime janë shumë të rëndësishme. Po ashtu, kur miqësia ka ndikim negativ, edhe të shoqëruarit me persona të gabuar e shkatëron një martesë. Mendoni, si janë miqtë tuaj në jetën private, si sillen me partnerin, e respektojnë atë e të tjerë. Një shkak tjetër që jep fund martesës është edhe nëse nuk flisni për marrëdhënien tuaj.
arma më e fuqishme është komunikimi. Vetëm nëpërmjet tij do të keni një martesë të shëndetshme dhe së fundmi do të qeni të pavarur nga njëri tjetri. Shumë pavarësi është vrasëse për një martesë. Do të jetë njësoj sikur të jetoni të jetën tuaj dhe të ndani vetëm hapësirën ku jeton. Dimri po na le. Është koha për të bërë pastrimet e pranverës dhe rregullimet e dollapeve. Shfrytëzo çdo ditë me diell për të larë organat dhe bataniet. Nëse nuk janë shumë të mëdha, mund të përdorësh lavatriçen e shtëpisë. Të përdorësh doza të mëdha detergjentësh dhe zbutësish i bën rrobat më të pastra? Jo. Dozat e këshilluara janë llogaritur për rroba shumë të papastra. Sapo larja të mbaroj, vari menjëherë në tel. Drita e diellit ka një efekt zbardhues mbi rrobat e bardha. Xhupat e dimrit duhet të lahen dhe kurosen. Përdor një furçë për të hequr njollat. Zbrazi xhepat dhe kthej mbrapsht. Çfarë të bëni me rrobat që nuk i vishni më? Bëj një seleksionim. Rrobat e dimrit që nuk i vesh këtë stin, por që janë ende të mira mund t'i falësh. Bluzat e vjetra të pambukut ose çdo rrobë tjetër që të pëlqen, por nuk e vesh më, mund ta kalosh në seksionin e rrobave për në shtëpi. Laj dhe kuros veshjet që ende i mban nëpër shtëpi ose palestër. Ata rriten shumë shpejt dhe të gjitha rrobat e stinës së ftohtë që sapo iku nuk do t'i përdorni më vitin që vjen. Bet fjalë për rrobat e fëmijëve. Futini në një kuti, xhupat, kapuçët, dorezat apo bluzat e trasha dhe falja një mikeshe që i ka fëmijët më të vegjël. Veshjet e fëmijëve janë për herë të reja. Përse plaken njerëzit? Kjo është një pyetje me të cilën merren studiues në mbar botën, që në vitet 50 ata zhvilluan një teori që përgjegjës për këtë janë radikalet e lirë në trupin ton. Këto molekule reaktive sulmojnë përbërësit e qelizave dhe i dëmtojnë ato. Në perspektiva fatgjat, shkaktojnë kështu sëmundje dhe qelizat plaken. Por ata gjithashtu zbuluan se disa vitamina mund t'i izolojnë këta radikal të lirë të rrezikshëm dhe t'i bëjnë të padëmshëm. Por a mund të ndalojnë ata dhe plakjen, si dhe të na mbrojnë nga sëmundjet? Studiuesit duan ta gjejnë këtë me ndihmën e krimave nematod. Jeta e tyre zgjat vetëm rreth një muaj. Kjo i bën ata organizma ideale model. Ata janë vetëm disa milimetra të mëdhenj, por edhe në trupin e tyre zhvillohen radikal të lirë dhe këta krimba plaken dhe ngordhin. Studiuesit i ushqyen krimbat me një kimikat që nxit prodhimin e radikalëve të lirë në trupin e tyre. Po a u shkurton kjo gjë jetën krimbave? Normalisht, krimbat nematod jetojnë mesatarisht 18 apo maksimalisht 28 ditë. Ndërkohë, krimbat që prej kimikateve kishin më shumë radikal nuk jetuan më shkurt, por më gjatë. Mesatarisht 21 ditë, disa madje edhe 35 ditë. Studiuesit nuk e kishin pritur një gjë të tillë. Në një eksperiment të dytë, krimbave ju dhanë sërish kimikate që nxisin formimin e radikalëve të lirë dhe përveç tyre edhe vitamina E dhe C, pra të ashtu quajtura antioksidant, që i bën radikalet e lirë të padëmshëm. Sërish, ata protokolluan me saktësi jetëgjatësinë e këtyre krimbave dhe rezultati ishte i habitshëm. Krimbat, të cilëve u ishin dhënë njëkohësisht si kimikate për nxitjen e radikalëve të lirë dhe vitamina E dhe C, jetuan sërish vetëm 18 ditë mesatarisht dhe pas të paktën 26 ditësh të gjithë kishin ngordhur. Ajo që vumrer se janë radikalët, ata që janë përgjegjës që krimbat të jetojnë më gjatë,
dhe nëse ne i largojmë radikalet e lirë, efekti i jetë zgjatës zhduket plotësisht, u shpreh Michael Rowe, profesor për metabolizmin. Tek krimbat të paktën, vitaminat nuk e zgjasin jetën, por madje e shkurtojnë atë. Po si ndikojnë dozat të tilla vitaminash tek njerëzit? Edhe tek njerëzit ekziston mundësia për të shtuar numrin e radikalëve të lirë në trup përmes sportit. Për këtë arsye, sportistëve u rekomandohet që të marrin preparate me vitamina shtesë. Për një studim tjetër, në të cilën morën pjesë 40 të rinj, ata ju nënshtruan për 4 javë një programi sportiv. Çdo ditë ata duhet të pinin ose tableta me vitamina E dhe C ose placebo. Para dhe pas 4 javëve, atyre ju morën për analiza, mostra indesh dhe gjaku. Analiza tyre tregoi në fund se grupi që merrte antioksidant nuk kishte ndonjë përparësi prej sportit, kurse grupi që nuk merrte kishte. Përfundimi i përgjithshëm është që radikalet e lirë që krijohen gjatë marrjes me sport janë vërtet përgjegjës për faktin që sporti bën mirë për shëndetin, thot profesor Michael Ristow. Studiuesit i shpjegojnë rezultatet e studimit në këtë mënyrë. Radikalet e lirë aktivizojnë mbrojtjen individuale të trupit dhe në këtë mënyrë e bëjnë atë të aftë për luftën kundër efekteve të dëmshme. Por në rast se vitaminat i asgjësojnë radikalet, kjo mbrojtje bie. Pra, pilulat me vitamina nuk mund të zgjasin jetën.